Me datën 21 dhjetor organizohet edicioni i 3 i Shteku të Ndryqimit, një vrapim festiv që këtë vit vjen në një shtek të ri. Organizatorët thonë se ideja kryesore është promovimi i ndryqimit të fundvitit në qytet, që si vjet ka një lokacion tjetër nga viti i kaluar. Si vjet e kim bon ndryshimin e Shtekut, si vjet kina me nis prej Kishna not, më vazhdu ka rruga Boja Roka, tranziti vjetër edhe vjen përfundon të në park qytetit, të të shtëpizat ku përmbohen që mramje festive. Starti i vrapimit është në ora 4 masdite dilën, si vjet e kemi, nuk ka karakter garus, që kemi vrapim qefit, mas shumë të mos synimi është kone me boj fest këtu në mramje, në finish, këtë është 6 kilometra, ku mrena një orë besoj se kryet e këtë aktiviteti. Në këtë ngjarje rekreative pritet të marrin pjesë vrapues të shumt nga Kosova e Shqipëria. Kemi një 92 pjesëmarrës deri tash, edhe këtu statistikat 27 vrapuesi kemi prej Gjakovës, prej Gjilonit janë një 10, Prishtinës një 12, Kotpejës, Soarekës, kemi qak edhe prej Preshevës që po vinë, prej Shkodrës, prej Ulqinit, këtë vendeve tjera për rreth, ka më bo besoj një super atmosferë. Kanë marru numrat se është event pa pagesë edhe çka që patën mundësi me prit njerëz, o konë regjistrimi i hapën një muaj e sa, po tash veç që presim me fillu eventin, kush don me pa ose me marr pjesë pa numër janë të mirë se ardhën. Aktiviteti nuk ka karakter garues, por rekreativ me qëllim që qyteti të ketë më shumë dritë për festat e fundvitit dhe të krijojë një atmosferë të ngrohtë për të gjithë qytetarët.